Dashi. Dashuria sjell ngrohtësi dhe afrimitet me partnerin, ndërsa beqarët mund të kenë një njohje interesante. Në punë do të përballeni me sfida, por do të gjeni zgjidhje kreative. Shëndeti kërkon më pak stres dhe më shumë aktivitet fizik. Finansat janë të qëndrueshme por shmangni shpenzimet e panevojshme. Dita është e mirë për plane afatgjata. Demi. Sot ndjeni nevojën për të forcuar lidhjet dhe për të shprehur ndjenjat. Në punë mund të merrni lajme pozitive për një projekt të rëndësishëm. Shëndeti është i mirë, por kujdesuni për pushimin. Financat përmirësohen nëse planifikoni me kujdes. Merrni kohë për relaks dhe reflektim. Binjakët. Dashuria kërkon durim dhe komunikim të hapur. Në punë do të hasni pengesa, por këmbgulja do t'ju shpërblehet. Shëndeti kërkon kujdes me ushimin dhe hidratimin. Financat kërkojnë maturi dhe shmangje të rreziqeve. Fokusohuni te stabiliteti. Ngaforja. Në dashuri ndjeni nevojën për më shumë intimitet dhe besim. Në punë një projekt i ri do t'ju sjellë kënaqësi. Shëndeti është i qëndrueshëm, por lodhja mund të ndihet në fund të ditës. Financat janë në balancë, por kontrolloni shpenzimet. Familja do t'ju japë qetësi emocionale. Luani. Romanca rigjatërohet dhe ju ndiheni të vlerësuar. Në punë do të shfaqni aftësitë tuaja përmes një detyre të re. Shëndeti kërkon më shumë aktivitet fizik, financat janë të qëndrueshme, por shmangni transaksionet e mëdha. Shpërbleni veten për punën e bërë mirë. Virgjëresha. Dashuria sjell qetësi dhe harmoni. Në punë ndiheni të motivuar për të marrë përgjegjësi të reja. Shëndeti përmirësohet me pushim dhe ushqim të shëndetshëm. Financat janë të mira, por kujdesuni me shpenzimet e vogla. Reflektoni mbi prioritetet tuaja. Peshorja. Marrëdhëniet kërkojnë reflektim dhe komunikim të sinqertë. Në punë do të prezantoni ide që do të mbështeten nga të tjerët. Shëndeti emocional kërkon më shumë qetësi. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Ndjeta është e mirë për planet e qeta. Akrepi. Dashuria përmirësohet përmes komunikimit të hapur. Në punë do të merrni një detyrë që kërkon vëmendje të veçantë. Shëndeti është i mirë, por aktiviteti fizik është i domosdoshëm. Financat janë në rritje graduale. Reflektoni mbi qëllimet tuaja. Shigjetari. Dashuria sjell surprize të këndshme dhe emocione pozitive. Në punë ndiheni energjik dhe të motivuar. Shëndeti kërkon pushime të shkurtra gjatë ditës. Financat janë të stabilizuara. Është ditë e mirë për të mësuar diçka të re. Britsjapi. Marrëdhëniet kërkojnë më shumë angazhim dhe kompromis. Në punë, përpjekjet tuaja do të shpërblen. Shëndeti është i mirë, por shmangni lodhjen e tepërt. Financat janë në përmirësim, por investoni me kujdes. Organizoni prioritetet tuaja. Ujori. Dashuria sjell momente të bukura dhe afrimitet. Në punë do të arrini rezultatet e mira fal përkushtimit. Shëndeti përmirësohet me aktivitet të lehtë dhe natyrë. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni blerjet e mëdha. Gjeni kohë për relaks. Peshqit. Dashuria kërkon ndershmëri dhe hapje emocionale. Në punë do të merrni vlerësime për aftësitë tuaja. Shëndeti kërkon balancë mendor dhe fizike. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni investimet e mëdha. Dita është e mirë për planet e reja.